Qyteti i Durrësit është përfshirë nga rreshje të intensive të shiut, të cilat kanë shkaktuar probleme të shumta në disa zona të territorit të bashkisë. Për shkak të përmbytjeve dhe pamundësisë së lëvizjes së prindërve, fëmijëve dhe nxënësve, autoritetet vendore kanë vendosur pezullimin e procesit mësimor. Mësimi është ndërprerë në të gjitha shkollat e qytetit, si dhe në disa qerdhe dhe kopshte, konkretisht në kopshtin Sotir Noka, kopshtin Methasa, qerdhen numër 1, konviktin Beqir Qela, kopshtin e Imam Beto, kopshtin Durrësi i Ri dhe kopshtin Fidanishtja. Situata paraqitet problematike dhe në kodrën e Currilave, ku janë evidentuar rrëshqitje theu, ndërkohë disa akse rrugore janë bërë të pakalueshme për shkak të rreshjeve të dendura. Mes rrugëve më problematike janë Mujo Ulqinaku, Hysen Mëshketa, Marta Buda, Jahja Ballhysa, Kristo Sotiri, Glaukjo, Vaso Pasha, Jeta e Re, Vllazërimi, Azem Hajdari, Mbreti Piro dhe Enkelejve, të cilët ndodhen në lagjet numër 12, 13, 14, 17 dhe 18. Bllokimet të qarkullimit janë raportuar edhe nga zona e Mauzoleumit të dëshmorëve deri në zonën e Durrësit të Ri. Gjendja e rënduar raportohet edhe në njësinë administrative Rashbull dhe në Mauz, ku ura e fshatit Borç rrezikon shembjen për shkak të prurjeve të mëdha të ujit. Deri më tani janë evakuar 10 familje me nga 3-4 antarë secila, të cilat janë sistemuar pranë Kovalishensës. Sipas parashikimeve meteorologjike, rreshtet e dendura pritet të vijojnë deri në orët e drekës. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të tregojnë një kujdes maksimal. Të gjitha ekipet e Bashkisë së Durrësit ndodhen në terren dhe po punojnë intensivisht për menaxhimin e situatës dhe minimizimin e pasojave nga përmbytjet.